Të dashur të rinj, të nderuar qytetar. Sot kam kënaqësinë të ju informoj se në bashkëpunim me Këshillin Kombëtar Rinor të Maqedonisë Veriut, shpallim zyrtarisht thirrjen për çmimin e pjesëmarrjes rinore për vitin 2025. Vlerësohen të gjitha aktivitetet, iniciativat, aksionet apo idetë që janë realizuar nga qershori vitit 2023 deri në maj vitit 2025, edhe atë për 3 kategori. 1.000 euro për kategorinë individuale, e cila përfshin të rinjt e moshës nga 15 deri në 29 vjeç, që kanë realizuar iniciativë me vlerë sociale. 3.000 euro për grupe jo formale të rinjve, minimum 3 persona, që kanë bashkuar forcat për projekte bashkëpunimi, dhe 3.000 euro për organizatat rinore, organizatat për të rinj dhe organizatat ombrell rinore që punojnë vazhdimisht me të rinjt tanë. Të nderuar qytetar, ky çmim nuk është thjesht një stimul financiar, por është një formë publike e mirënjohjes dhe vlerësimit institucional për gjitha ata të rinj që nuk qëndrojnë pasiv, por zgjedhin të përfshihen, të veprojnë dhe të bëjnë ndryshimin e shumë pritur. Është një thirrje që shteti i drejton rinisë me porosi. Ne ju shohim, ju dëgjojmë dhe mbi të gjitha ju mbështesim. Afati i aplikimit është deri në 30 qershor të vitit 2025 dhe unë ju inkurajoj që të aplikoni, nominoni një mik, një grup ose një organizat të caktuar. Ndani historinë tuaj të suksesit me të gjithë të tjerët, sepse vendi ynë ka nevojë për më shumë shembuj pozitiv dhe ne besojmë fuqishëm se shembuj më të mirë janë në mesin e rinisë tonë. Për më shumë detaje në lidhje me thirrjen publike, vizitoni webfaqen e ministrisë tonë. Edhe njëherë uroj suksese për të gjithë aplikantët.